O, nesër kur do të ringjallmi para Allahu Dhul Gjelal, e kur do të jipët ajo fleta, jo kjo fleta A4, kur do të jipët ajo fleta, kur do të shkruan, ti o filan i biri filanit, njeriu që nuk i jep zë të vërtetës, bëhet bashkëpunëtori i gënjeshtarëve. Ai njeri i cili nuk i jep zë, nuk e ngrit zonin ndaj pa vërtetave, ai bëhet bashkëpunëtori gënjeshtarëve dhe i mashtruesve. Sot këtu qëndrojnë një pjesë e madhe e muslimanëve që nuk i japin zot të vërtetës. Ta kështu kush po fiton herë. Ta kështu çapo ndodh. Ti veç ke hin histori. Ti veç je bon gënjeshtar. Ti veç je bon mashtrues. Po le kur gjon sa këtë dynja. O, nesër kur do të ringjallmi para Allahu Dhul Gjelal, e kur do të jipët ajo fleta, jo kjo fleta A4, kur do të jipët ajo fleta, kur do të shkruan, ti o filan i biri filanit, je nga gënjeshtarët, je nga mashtruesit. Po kry puna. Pse? Se asnjëherë në asnjë formë nuk i dhave zë të vërtetës.